Marka Vatan ka fest. Me këtë slogan, një prej markave më të reja të birës në tregun shqiptar ka zgjedhur të bëjë debutimin e saj në një prej eventeve më të mëdha verore në vend. Vatan është bërë për herë të parë pjesë e festës së birës në Korçë, në një edicion që këtë vit shënon 20 vjetorin dhe që për herë të parë zhvillohet në një lokacion të ri. Vetëm 9 muaj nga hyrja në treg, Vatan ka zgjedhur një prej skenave më të mëdha ku mund të prezantohet për konsumatorët. Kompania thotë se pritshmëritë kanë qenë të larta, por ajo që ka spikatur më shumë ka qenë reagimi publikut, jo vetëm nga Korça, por edhe nga turistët vendas e të huaj. E pozicionuar si një birë që kombinon cilësinë me një identitet të lidhur me emrin dhe ngjyrat shqiptare, Vatan vjen në 2 versione, me alkool dhe pa alkool, duke synuar një audiencë të gjerë konsumatorësh. Ku ka Vatan ka fest, kjo është edhe arsyeja që pse jemi te festa e birës. Ajo që na bën krenar janë konsumatorët, pjesëmarrësit e shumt edhe komentet pozitive që marrim çdo ditë te festa e birës, por dhe jo vetëm te klientët ku ne shkojmë çdo ditë. Pas emrit Vatan qëndron një markë që sipas kompanisë është ndërtuar mbi 2 elemente kryesore, cilësinë e produktit dhe identitetin shqiptar. Marin Blushi, përfaqësuesi i birës Vatan, thotë se për prodhimin e birës janë zgjedhur partner me eksperiencë në industrinë europiane. Vatan ka lindur nga pasioni për cilësinë. Kjo është një nga arsyet që pse ne kemi bërë bashkëpunime me një nga fabrikat më prestigjioze në Europë, për sa i përket cilësisë, dhe nga pa diskutime dhe nga atë dashuria. E tregon me ngjyrat, e tregon brendi vetë me emrin Vatan. Një nga karakteristikat që kompania vendos në fokus është gama e produkteve. Vatan prezantohet në 2 versione, Vatan me 4% alkool dhe Vatan 0, versioni pa alkool. Sipas kompanisë, përqindja e alkoolit është një prej elementeve që e dallon produktin dhe synon të jetë e përshtatshme për një audiencë të gjerë. Vatan është Vatan me 4% alkool dhe Vatan 0. Veçantia e Vatanit është përqindja e alkoolit që është e dashur si për femrat ashtu edhe për çunat. Për Vatan, ky është debutimi i parë në festën e birës. Marka ka vetëm 9 muaj që ka nisur aktivitetin, por sipas kompanisë, pjesëmarrja në Korçë ka qenë një mundësi e rëndësishme për t'u përballur drejt për drejt me konsumatorin. Është e parë që jemi pjesë e festës së birës, sepse siç tham, Vatani është një produkt i ri. Kemi filluar në muajin dhjetor dhe deri më sot ne plotësojmë 9 muaj nga dita e fillimit. Jemi shumë të emocionuar nga komentet e konsumatorit. Vëmre që konsumatorët nuk janë vetëm lokal, por janë ata të huaj që kanë përqafuar produktin. Për kompaninë, pjesëmarrja në Korçë ka qenë edhe një mundësi për të parë nga afër ndryshimet e këtij edicioni. Lokacioni i ri dhe hapësira më e madhe kanë sjellë një tjetër mënyrë organizimi, jo vetëm për vizitorët, por edhe për kompanitë pjesëmarrëse. Korça befason gjithmonë me organizimet. Kjo është jo vetëm te pjesëmarrja, po edhe te logjistika që këtë vit është edhe lokacioni i ri, po edhe logjistikë e re. Kjo është shumë e mirë për konsumatorin, po aq shumë e mirë edhe për të gjitha brendet nga mënyra se si ato prezantohen. Pas reagimeve pozitive që ka marrë gjatë këtij debutimi, Vatan thotë se synimi është kjo pjesëmarrje të mos mbetet vetëm një eksperiencë këtij viti. Kompania premton të rikthehet në Korçë edhe në edicionet e ardhshme. Do të jemi me kënaqësi në të gjitha festat e festës së birës në Korçë. Vetëm 9 muaj në treg dhe tashmë në një prej eventeve më të mëdha të birës në vend. Vatan e ka zgjedhur Korçën për debutimin e saj në këtë festë, duke synuar të ndërtojë një lidhje të drejtë me konsumatorët dhe të forcojë identitetin e një marke të re që e lidh emrin, cilësinë dhe atmosferën festive në një produkt të vet.